Kompanjat kanë një javë që po korrin grurin, elbin dhe drithrat të tjera të stinës në fushat e Myzeqes. Fermerët janë të kënaqur me prodhimin shumë të mirë këtë vit, nga 6 kuintal për dynim deri në 8 kuintal për dynim, por problem sipas tyre është mosshitja e grurit. Prandaj kërkojnë vendosjen e një çmimi dysheme nga shteti që të mos jetë shumë poshtë kostos të prodhimit, pasi fermerët e Myzeqes nuk marrin subvencione. Prodhimi si vjetë është shumë i mirë. Vijon nga 6 kuintal dylymi deri në 8. Por problemi jonë me i madh është përshitjen e grurit, si vjetë, sepse është problemi kryesor. Ne gjithë vitin plerat, nafta, çdo gjë. Fermerët pohojnë se sipërfaqet me grur janë zvogëluar aq sa Shqipëria prodhon grur sa të hajë një javë bukë. Prandaj habitemi se grur s'ka e grur nuk shesim dot. Por eksportimi nga Ukraina dhe Serbia, ku çmimi është 33.000 lekë kuintali grur i ndenjur, vazhdon, thon ata. Shqipëria prodhon grurti në vend sa të hajë një javë bukë. Ne sot nuk shesim dot grurin tonë. Nuk shesim dot, e kemi problemin e madh. Subvencionim unë nuk kam marrë nga shteti. Këtë ja thash edhe ministrit Petrit Malaj kur erdhi, ka mbjell 20 hektar grur dhe 30 hektar misër. Dhe i thash pse nuk marr. Jo do t'i bëjmë si Evropa, do t'i bëjmë si Kosova. Urdhëro, unë kam faktike parcele, në është 14 hektar grur. Urdhëroni të shikoni, gruri është cilësor, i spërkatur, me parametra. I kam bërë analizën e miellit të gjithë ku kam qurë nga për pikat, nga për furret ku bëjnë, i ka dalë më të mirë nga gruri që vjen nga Ukraina. Tani nuk e di shteti duhet na shikoj, edhe duhet veri dormi ne. Sa shqitet një kuintal grur sot? Po ata s'po flasin fare. Ata nuk flasin. Ja unë po e korë sot, po e qoj pa çmim. Ata thonë kur dali çmimi. Kur? Ata e din mirë. Ata sot në Ukrainë dhe në Serbia marrin 33.000 lekë kuintalin. Ndërkohë gruri fushave të Myzeqes është far bio i pastër, far vendi me rendiment të lartë dhe cilësi shumë të mirë për miell. Fermerët bëjnë fajtor shtetin për mos shitjen e grurit të vendit. Rregulatori jon për shitje e subvencionim është shteti. Le të vinë t'i bëjnë analizat grurit tim dhe grurit të Ukrainës. Edhe të shohin kush do dalë më mirë. Leqin Ukraina është gruri ndenjur, marrin grur të ndenjur, ky është grur bio. Është far vendi. E prodhur nga instituti janë sa djemë të mirë që punojnë në Toshkës, ku unë kam vite zere se ma kanë dhenë me zorë këte far gruri, se u kam korë grurin dhe ka qenë me rendiment lartë. Edhe rendimenti është i lartë, cilësia e grurit për miell është shumë e mirë. Habia ime është e mos shitja. Grur s'ka dhe grur nuk shesim dot.